morali në Ramazan. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër e motra besimtare, Islami është fe e përsosur dhe e kompletuar nga ana e Allahut të lartësuar. Ai në vete ngërthen besimin, adhurimin dhe mirësjelljen apo moralin e lartë. Ndonse besimi është çështja më e rëndësishme nga këto tre elemente, për faktin se adhurimi dhe sjellja e mirë nuk kanë vlerë pa besimin e shëndosh, megjithatë në anën tjetër adhurimi dhe sjellja e mirë apo morali i lartë e plotësojnë, e kultivojnë edhe më tepër besimin e individit. Nuk ka dyshim se gjëja më madhështore që mund të fitojë besimtari pas besimit të tij në Allahun e lartësuar dhe të dërguarin e tij është morali i lartë. Morali i lartë është fryt i çmuar i pemës së besimit, të cilin besimtari lartësohet dhe e forcon bindjen e tij edhe më tepër tek Allahu i lartësuar. Po t'i referohemi teksteve kuranore dhe haditheve të Muhamedit a.s. do të gjejmë se ato i kanë kushtuar një kujdes jashtëzakonisht të madh çështjes së moralit në Islam. Allahu i lartësuar dhe pejgamberi i tij Muhamedi a.s. i kanë kushtuar çështjes së moralit një rëndësi të jashtëzakonshme. Allahu i lartësuar kur e lavdron pejgamberin e tij i drejtohet me fjalët "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim", ti o Muhammed vërtet je me virtyte të larta morale. Në anën tjetër edhe pejgamberi jon Muhamedi a.s. një sër hadithësh të tij e potencon rëndësinë e moralit. Njeriu me besim më të mirë është ai që ka moralin më të mirë. Gjëja që peshon më së rëndi në peshorën e veprave të mira në ditën e gjykimit është pikërisht morali i mirë. Mirësjellja me njerëzit është një prej synimeve të ardhjes dhe dërgimit të pejgamberit ton a.s. në sipërfaqen e tokës. Ai thotë: "Jam dërguar për t'i plotësuar normat morale." Shfaqja e mirësjelljes e moralit të lartë, takimit të tjerëve fytyrqeshur, të gjendemi në ndihmë kur kanë nevojë, të flasim mirë ose të heshtim, të mos zemrohemi, të vizitojmë të smurët, janë vlera të larta morale të cilat e marrin me vete zemrën dhe shpirtin e njeriut. Prandaj këto janë koncepte për cilat është edhe dërgimi i njeriut në jetën e kësaj bote. Duhet të dim se ai njeri i cili nuk ka moral të lartë, nuk është i mirësjellshëm, në ditën e gjykimit nuk do t'i vlej as namazi, as agjerimi, as zakati dhe as adhurime tjera. Ja se si e përshkruan këtë çështje pejgamberi jon Muhamedi a.s. Ai një ditë prej ditësh i drejtohet shokëve të vet duke i pyetur: "A e dini se kush është i falimentuar?" Sahabët i thanë: "O i dërguari i Allahut, i falimentuar në mesin ton është ai njeri i cili nuk ka as dinar, as dirhem." I dërguari i Allahut, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të, u tha: "Vërtet i falimentuar i ummetit tim në ditën e gjykimit është ai njeri i cili vjen me namaz, agjerim, zakat,
haxh dhe adhurime tjera, mirë po e ka fyer atë, e ka sharë tjetrin, ka derdhur gjakun e tjetrit, ja ka rrëmbyer pasurinë e tjetrit, e kështu me radhë. Andaj, të mirat, shpërblimet e këtyre adhurimeve i bartën atyre njerëzve të dëmtuar derisa të mbarojnë ato. E pasi të mbarojnë, atëherë u merren gabimet, gjunahet e tyre dhe i bartën këtij, i hidhen këtij derisa të hedhet në zjarrin e xhenemit. Si duhet të sillemi në të tjerët? I dërguari jon, Muhamedi alayhi salatu wassalam, në një prej këshillave që i drejtohet një shokut të tij, i thotë: "Ki frikë Allahun kudo që t'jesh. Pas një pune të keqe, pasoje një të mirë që ta e shlyej atë dhe sillu mirë në njerëz." Duke komentuar këtë pjesë të fundit të hadithit dhe sillu mirë në njerëzit, dietarët kanë thënë se ne duhet të sillemi me të tjerët ashtu siç dëshirojmë që të tjerët të sillen me ne. Cilat janë rrugët, mënyrat e fitimit të moralit të mirë. Fillimisht duke bërë lutje tek Allahu i lartësuar që të na pajisë me moral të lartë. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka bërë lutje: "O Zot, ashtu sikur e ke zbukuruar pamjen time, ma zbukuro edhe moralin tim." Duhet ditur faktin se morali jo i mirë e prish punën e mirë, sikur që uthulla e prish mjaftin. Duhet pasur parasysh edhe faktin se morali i mirë, trajtimi i mirë i të tjerëve, ka shpërblim të madh tek Allahu i lartësuar, sepse do të jemi më afër të dërguarit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I dërguari jon, Muhamedi alayhi salatu wassalam, është shëndetësira dhe modeli më i mirë për çdo çështje, edhe për moralin e mirë. Andaj, të gjithë ne besimtarët duhet të njihemi sa më shumë në biografinë e këtij të dërguarit ton Muhamedi alayhi salam, në mënyrë që të njihemi se çfarë sjellje, çfarë morali ka pasur në familje, në shokët e tij edhe në njerëzit në përgjithësi. Zoti i lartësuar na pajisë në moral të lartë e të jemi afër të dërguarit të Zotit në ditën e gjykimit.